Imagjinoni këtë skenë. Një superfuqi botërore shet një territor sa 2 fishi i Francës, jo për miliarda, jo për qindra miliona, por për një shumë që sot nuk do të mjaftonte as për një lagje të vogël në një qytet amerikan. Një vendim që u quajt çmenduri, një marrëdhënie që u tall për dekada. Dhe një tokë që sot vlen më shumë se shumë shtete të botës së bashku. Kjo është historia e blerjes së Alaskës, një histori që tregon se si një firmë në heshtje ndryshoi ekuilibrat global. Para se të vazhdojmë, nëse ju pëlqejnë historitë e mëdha, vendimet e guximshme dhe prapaskenat që librat shkollor i kalojnë në heshtje, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu historia nuk tregohet sipërfaqësisht, por zbërthehet deri në fund. Në mesin e shekullit 19, Alaska nuk ishte as mit, as legjend. Ishte një realitet i ftohtë, i largët dhe i egër. Një territori mbuluar nga akulli, pyjet e pafundme dhe detet e rrezikshme. Në atë kohë, ajo njihej si Rusia amerikane, një pronë e largët e perandorisë ruse e fituar jo me luftra madhore, por me eksplorime dhe tregti. Rusia nuk ishte zbuluar aty ar apo naftë. Pasuria kryesore ishin lëkurat e vidrave të detit, një mall luksi që shitej shtrenjtë në tregjet evropiane. Por edhe kjo pasuri po shteronte. Vidrat po zhdukeshin, fitimet po binin, ndërsa shpenzimet për administrim dhe mbrojtje po rriteshin. Alaska ishte larg, shumë larg nga Moska, shumë e vështirë për të mbrojtur dhe shumë e lehtë për të humbur. Pas luftës së Krimes, perandoria ruse ishte e lodhur, financat ishin të dobta, ushtria ishte e konsumuar dhe prestigji ndërkombëtar ishte tronditur. Por frika më e madhe nuk ishte Amerika, ishte Britania. Kanadaja ishte nën kontrollin britanik dhe në rast lufte, Rusia e dinte se Alaska nuk do të mbrohej dot. Britanikët mund ta pushtonin brenda pak ditësh, dhe nëse kjo do të ndodhte, Rusia do ta humbte territorin pa marrë asnjë qindark. Prandaj u mor një vendim i ftohtë, por realist. Më mirë ta shesim sesa ta humbasim falas. Në anën tjetër të globit, Shtetet e Bashkuara sapo kishin dalë nga luftat civile. Vendi ishte i lodhur, ekonomia e dërmuar, por ambicia ishte më e madhe se kurrë. Amerika po shite drejt paqësorit, po mendonte për tregti, ndikim e për të ardhmen. Dhe këtu hyn në skenë një njeri që mendonte ndryshe nga të gjithë, William H. Seward. Një politikan që besonte se fuqia e vërtetë e Amerikës nuk ishte vetëm toka që kishte, por edhe toka që do ta kishte. Ai e shihte Alaskën si një qelës strategjik, një port drejt Azisë, një pozicion vendimtar në Arktik, një investim për shekuj, jo për mandate politike. Në pranverën e vitit 1867, historia nuk u shkrua në një sallë madhështore, nuk pati parakalime as duar trokitje, nuk pati as një ndjenjë triumfi. Gjithçka ndodhi në heshtje, në orët e vona të natës në Washington. Në atë kohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara ishte Andrew Johnson, një president i dobësuar politikisht pas luftës civile, i përballur me konflikte të brendshme dhe nën presion të vazhdueshëm nga Kongresi. Ndërsa në anën tjetër të botës, froni i perandorisë ruse drejtohej nga Aleksandri III, cari që kishte shfuqizuar skllavërinë në Rusi, por që po luftonte me një perandori të lodhur, të varfëruar dhe të friksuar nga humbja e territoreve. Marrëveshja nuk u negociua drejt për drejt nga cari. Në Washington, Rusia përfaqësoi nga diplomati i saj më i besuar, Eduard de Stokl, një aristokrat rus, një negociator i ftohtë.
dhe një njeri që e dinte shumë mirë se Rusia nuk kishte luksin të priste. Nga ana amerikane, gjithçka drejtohej nga William H. Seward, sekretari i shtetit, njeriu me vizionin më të madh gjeopolitik të kohës. Seward dhe Stockel u takuan disa herë fshehurazi. Të dy e dinin se kjo marrëveshje do të ishte e kontestuar. Natën e 29 marsit, Stockel mori udhëzimet përfundimtare nga Shën Petersburgu, ku cari Aleksandri III i kishte dhënë dritën jeshile. Mesazhi ishte i qartë: shiteni Alaskën, më mirë para se lufta tjetër ta marrë falas. Në orët e para të 30 marsit 1867, pak pas mesnatës, Stockel shkoi në rezidencën e Sewardit. Në atë dhomë, mes hartave të paqësorit dhe dokumenteve të shkruara me dorë, u përcaktua çmimi përfundimtar, $7.2 milion në arë. Një shumë që për Rusin ishte shpëtim financiar dhe për Amerikën një bast historik. Traktati u nënshkrua në orët e para të mëngjesit, pa dëshmitar të shumt e pa ceremoni zyrtare. Presidenti Andrew Johnson e miratoi marrëveshjen, ndërsa Senati Amerikan pas debatesh të ashpra e ratifikoi disa muaj më vonë. Në letër ishte vetëm një marrëveshje tokash. Në realitet, ishte transferimi më i madh territorial pa luftë në histori. 1.5 milion kilometra katror për një çmim që sot duket absurd. Po ta kthejmë në terma modern, i bie 2 cent për hektar. Kjo marrëveshje nuk u bë rastësisht në errësirë. Seward e dinte se opinioni publik do të shpërthente. Stockel e dinte se Rusia dukej e dobët, teksa Johnson e dinte se presidenca e tij ishte në rrezik. Prandaj, historia u shkrua kur shteti flinte. Dhe vetëm kur dielli doli, bota mësoi se Amerika ishte zgjuar më e madhe, ndërsa Rusia më e vogël. Fillimisht reagimi ishte i ashpër. Gazetat shkruanin se Amerika kishte blerë një frigorifer gjigant. Disa thoshin se aty nuk do të rritej kur asgjë, se ishte toke padobishme e pajetueshme, pa vlerë. Askush nuk e imagjinonte çfarë fshihej nën akull. Vetëm disa dekada më vonë, historia ndryshoi ton. Në Alask u zbulua ari, pastaj më shumë ari, pastaj akoma më shumë. Mira njerëz u nisën drejt veriut, në kushte njerëzore me shpresën për pasuri. Alaska u mbush me qytete të improvizuara, me minjera, me rrugë, me jetë. Dhe Amerika kuptoi se ajo që e kishte blerë për 2 cent për hektar ishte një thesar i vërtet. Shekulli 20 e ktheu Alaskën në një aset jetik. Nafta dhe gazi e bën atë një shtyllë të energjisë amerikane. Pozicioni gjeografik e bëri një pikë kyçe ushtarake, një sy mbi Arktik, një mur mbrojtës, një avantazh strategjik kundër çdo rivali global. Ajo që dikur u quajt bar, u shndrua në armë gjeopolitike. Historia e Alaskës nuk është vetëm histori toke, është vizion. Rusia humbi sepse mendoi afat shkurtër. Amerika fitoi sepse mendoi për breza. Një vendim që u tall, u bë shembull, një çmenduri u kthye në investimin më të zgjuar të historisë moderne. Tani ju pyesim ju, a mendoni se sot ekziston një territor, një ide apo një vendim që po nënvlerësohet si Alaska dikur? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe hapim diskutimin bashk. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.